Ishte një fitore shumë e rëndësishme se e dim se Dinamo është një ndër rivalët kryesor për kampion, kështu që ishte vetëm një ndeshje e rradhës dhe jam shumë i lumtur që morëm 3 pikë. Po normal, dëshira jam është të ndihmoj ekipes me gol, me asistime, po këtë herë ndihmova me një asist edhe shpresoj që ndeshjet e tjera të ndihmoj ekipes me gol, apo më e rëndësishme është që kemi fituar dhe kjo është gjëja që më bën të lumtur. Faleminderit shumë, po siç thash edhe më herët, më e rëndësishme është fitoria, kjo është vetëm një çorshie mbietore edhe një jep motivim që me bos të vite alo më shumë edhe me shku drejt synimit tonë. Po, me që nuk e shënoj Murata e pasova gabim, normal nëse e kthej kohën, u dasht me gjujt, po gjithë jetën time nuk kam qenë kur egoist edhe gjithmonë jam mundu mi ndihmu lojtarëve, kështu që më vjen keq që shpërdorova atë rast, po më vjen mirë që ja pasova Kallakut edhe bona një asistim edhe kjo më bën më të qetë. Po edhe njerë të regum se jemi ekipi më i mirë në ligë, edhe pse kemi pas një çuri të keqe, po si që dim fitum kundër Egnates, fitum sot me Dinamon edhe prap jemi aty pretendent kryesor për kampion. Si çdo ndeshje tjetër, me kom në tokë jemi të i marrë ndeshjet me qetësi, sonte do rikuperohemi, do festojmë pak edhe prej nesërit do të më mendu veç për Partizanin o për ditën e ndeshjes, asgjë tjetër. S'kemi kohë për me festu.